Sot një ditë e bukur, një ditë e madhe, një ditë e rëndësishme për gjithë qytetarët e Strugës, të cilët ta shfrytëzojnë momentin shumë historik për të votuar për 4 vitet e ardhshme dhe shpresoj që sot të gjithë qytetarët të jenë të qetë, të dalin të votojnë masovikisht për të dhënë ato që duhet, votën që është pushteti i tyre. Mendoj që qytetarët sot kanë vendosur dhe do të jenë të qetë dhe besoj që edhe oponentët tanë të bëjnë të njëjtën thirrje që sa më mirë në mënyrë demokratike gjithë qytetarët e Strugës të votojnë dhe në fund të jepet verdikti i popullit.